Izraeli është informuar se afati vendosur nga presidenti amerikan Donald Trump para arritjes një marrëveshje me Iranin pritet përfundojë të dielën, sipas një raportimi të Channel 12. Sipas medias izraelite, SBA ka dhënë Teheranit një periudhë prej 3 deri në 5 ditësh për t'u përgjigjur një propozimi dhe për t'u rikthyer në tryezën e negociatave. Në të kundërt, ekziston rreziku që anëpushimi aktual të dështojë, kanë deklaruar 3 zyrtarë amerikanë të cituar në raport. Në një tjetër raportim që referohet burimeve politike në Jeruzalem, theksohet se afati real përputhet pikërisht me këtë periudhë dhe mbyllet të dielën. Megjithatë, autoritetet izraelite mbeten skeptik për mundësinë e një marrëveshje që të arrihet brenda javës. Anëpushimi 2 javor mes palëve përfundoi të martën, por Trump vendosi ta zgjasë atë pa dhënë një afat të ri të qartë. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë pretendimet për një ultimatum 3 deri në 5 ditësh. Zëdhënësja Caroline Levitt i cilësoi këto raportime të pavërteta, ndërsa në një intervistë për Fox News deklaroi se presidenti konsideron hapjen apo kapjen e 2 anijeve si shkelje të anëpushimit.